mirëmëngjesi për të gjithë ata që po na shikojnë. Atëherë po paraqitemi nga kryeqyteti, më konkretisht nga qendra më e madhe e votimit këtu në Prishtinë, në shkollën e mesme të Olët Ismail Qemali, pra, ku veç se kanë arritur materialet zgjedhore nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe duket se brenda pak minutave, pra, kur hapen kutitë e votimit, do të jetë pra gjithçka në rregull dhe qytetarët të mund të votojnë nga ora 7 kur hapen qendrat e votimit deri në ora 19, pra kur mbyllen. Derisa po qëndrojmë këtu, i kemi parë pra vëzhguesit si nga Komisioni Qendror Zgjedhor, si nga partitë politike, të cilët pra janë bërë gati kur jo kanë arritur materialet zgjedhore në këtë qendër të votimit. Gjithsej në kryeqytet, pra në komunën e Prishtinës, të drejtë vote kanë mbi 219.000 qytetar, ku do i drejtohen kutive të votimit. Do ta shohim nëse ky mot i mirë me diell do t'i inkurajoj qytetarët të dalin të votojnë, duke marrë parasysh që brenda 16 muajve i kemi 3 parë zgjedhje të parlamentare, pra 2 parë prej tyre janë të jashtëzakonshme, ndërsa kemi pasur edhe zgjedhje lokale si ato të rregullta dhe balotazhin. Pra brenda 16 muajve, 15 herë qytetarët e Republikës Kosovës, 5 herë prej tyre pra ju kanë drejtuar kutive të votimit në Republikën e Kosovës. Sa i përket qendrave të votimit, 54 i kemi në kryeqytet, ku gjithsej janë me 262 qendra të votimit, ndërsa vetëm një qendër e votimit do të jetë me kusht. Ajo është pra Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës, e cila do të jetë si qendër me kusht për qytetarët që janë në kryeqytet, janë nga vendet e ndryshme dhe mund t'i drejtohen pra kutisë votimit në këtë qendër me kusht në Prishtinë. Atmosfera po duket e mirë, qytetarët vetë se kanë filluar të vinë, pavarësisht që kanë mbetur edhe 6 minuta për të hapur këtë qendër të votimit, por duket se e dinë që në kryeqytet, pra në qendrën më të madhe të votimit në këtë shkollë Ismail Qemali, është gjithçka në rregull dhe vetë se pra po fillojnë. Përmenda edhe më herët motin e mirë, kujtojmë Blendi që disa herë kemi pasur zgjedhje si të jashtëzakonshme parlamentare, ashtu edhe lokale në të ftoftë kryesisht dhe kësaj herët duket se gjithçka do të shkojë mirë herët në mëngjes. Nëse nuk keni pyetje nga studio, po e kaloj linjën tek ju.